Selam aleikum të dashur shikues të radio televizionit të Liria, mirë se erdhët edhe sonte në emisionin Ta njohim të vërtetën. Ju falenderojmë të gjithëve që jeni pranë ekraneve dhe keni ndarë kohën me qenë bashkë me neve. Si zakonisht të ftuar në studio e kemi të nderuarin profesor doktor Shevqet Krasniqi. Profesor, selam aleikum. Allahu nderoft, mirë se erdhët. Të dashur shikues, tashmë e dini që emisioni është i drejt për drejt, transmetohet nga valët e radio televizionit i Liria, gjithashtu edhe nga të gjitha kanalet ose rrjetet sociale të profesorit të nderuar në Facebook, në kanalin e YouTube-s, gjithashtu edhe në TikTok. Numri i telefonit ku mund të bëni pyetje është 046 220022, i cili është i shfaqur edhe në ekran. Nëse kemi telefonuesin e parë për sonte e presim. Selam aleikum. Wa aleikum salam. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje edhe juve. Dështa mi bu një dy pyetje. Po. Baba ka ndru jetë, ka që një më të gjys, nana eme kish pa në ndër, që kish artë nona, edhe kish bë fleq në rëmveti, edhe u hinu iftar. Nana eme ka thonë, prita qës du i në zetë, edhe ka qitë nana eme du i në zetë, me lo, e të në kish prit, edhe apetën e kish lip edhe një kazan ujtë në zetë. E nëna e mu bo marak, qka do me thonë, që ka po që të ndër, edhe dytja pitje, e kam një shoqe që e shumë tutet pi mocave, edhe një ndër e ka po 3-4 herë, shumë moca pi gjuhën. A unë i kumë thonë me se qëtë stres, se pi streset e ki që i pëtuce shumë pi timve, se moca nuk është ndalune me mojtë, mocat janë të mira, edhe thash s'ka lazën për mu tutë. Veç ta dy pyetje që më mësi me një, veç del pi telefonit për me hinë me një pyetje më tash. Vetëm bak profesor, pyetjen e para është e qartë. Faleminderit për telefonatën. Faleminderit edhe juve. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falenderojmë Allahun e madhëruar, salavat e selam pejgamberit të bekuar sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, e familjes e tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre besimtarëve dhe besimtarëve të cilët kanë ndjekur dhe do ta ndjekin rrugën e atij burri të madh derisa tek sa ditë dhe deri në kiamet. Pastaj sa për këtë pyetje si parë, ajo çështja e ëndrave, trillimet të ëndrave, s'kemë nevojë na marrë me to hiç. Është burrave të ëndër, normal që është gruaja burrave të ëndër dhe burra është gruaja të ëndër, namaz bëhet. Sand bëhet për gjallë, për zdektë kur gjë apo. Çështjen e dytë, ëndrrën e dytja pas ka dhënë ti përgjigje asaj, në shumë mirë ka dhënë përgjigjen, për ngarkesë për stresë ka pa ndërmasën dhe ka përfundoi. Allah i trujt. Dhe për në ëndrrë kemi thënë sa herë mos pyetni se s'kemi nevojë me marrë kohë. Po. E presim telefonatën tjetër. Selam aleikum. Me sa duket është shkëput dëgjuesi prej linjes. Një dëgjues pyet profesor, thotë, a lejohet të kalojmë para atij që është duke u falur pas imamit? A lejohet të parakalojmë para atij që është duke falur pas imamit? Pasnjë problem. Pasnjë problem. Sepse sot retina është imami. Para imamit nuk bën me kalu. Në mes safat xhamat nuk ka dert. Jo për qefi me bo qef aty, po fjalë nuk ka dert nëse do me shku një skaj, me nëzam në plësu safin, apo një skaj tjetër në plësu safin tjetër. Nuk prish pun. Kështu që nuk bën me dalë për para njeriut, kur është duke falur, vetën, apo kur është imam nuk bën me dalë për para. Dërsa kur është me xhamat, mi dalë gjematet për para, nuk prishpun sepse kam për para imamin këta. Pëse që është sharu. Po. E presim dëgjuesin që është në linjë. Selam aleikum. Aleikum selam. Mirë se erdhët, urnoni. Përshëndetje, desha një pyetje për hoxhin. Patjetër. Po presim. Do sa më pyet hoxhin, a mund diçka më na sharu për Imam Medion? Ose dalën e tia jemi ofëra, për shkak çdo sene që pëndodhin, çdo sene. Faleminderit shumë, keni edhe diçka tjetër? Jo, faleminderit shumë, selam aleikum. Aleikum selam, rahmetullah.
Imam Mehdiu është një njeri që ka emrin e pejgamberit, edhe baba i tij, njeri i thjesht, e rëndëmt, por që të tjerë të shpallin si lider, udhëheqës, kalife të muslimanëve. E pastaj, mënyra se se shpallet, ka hadithe për këtë çështje, se shpallet të qabja, se cili ftojnë betin i kalifes me zvete, tjerë, dhe vetvetiju muslimanët e pasojnë, vetvetiju i pasojnë. I shkojnë për mas. Dhe forcohet shtria muslimane. E pastaj, përderisa është ai gjallë, zbretisa alayhi salam, por të kë fillan. Dhe është shenja e parë për shenjave të mëdha të kiametit. Nuk e besoj që është shumë afër kjo me ndodh. Nuk e besoj. Por nuk është shumë larg. Kjo është sepse kur ndodh kjo, më bota është në fund. Nga se shumë shpejt vije Isau, alayhi salam, edhe pastaj në kohë të Isaut shfaqet Dejjalli, në kohë të Isaut shfaqet Yexhuj Mexhuj, e pastaj vije lindja e diellit ka perëndimi, dalja e shtazës nga toka e cila flet njerëzve, dhe radhas deri sa në fund bëhet kiameti, Allahu na ruajt. Nuk e besoj Zoti di që kam betë shumë, por nuk e besoj që ne e zojmë. Do të ndryshu shumë gjana, ende bota ka me ndryshu këtu dekadat të afërta. Shumë ka me ndryshu. Nuk ka me qenë më kjo botë që është. Dhe veç unë do kë parë shenjat. Po njerëzit janë në rësirë, mendojnë se i shtynë me zërë caktimet kaderët, ama nuk munden. E qysh vjen deri tek ndryshimi i madh global, e pastaj më shfaq Mehdiu, këteve që madhe Zoti di, sepse këto dalin pa, apo në shprehje vinë shumë nën pyetje. Për shembull, këtë hadithe të cilat flasin për ardhen e Mehdiut, që ka hadithe të vërteta, shumëta, për zbritjen e Isaut, që ka hadithe mutawatir, me dhjetra, e për Dejjallin e të tjerat. Këto ato hadithe flas kur e përshkruajnë gjendjen e asaj kohe, lufta e madhe që do të bëhet mes muslimanëve dhe jo muslimanëve. Ta na flasin se atë ku përdoret shpata. Që nuk kupton ku teknologjia, ku janë aeroplanët, ku janë armët kimike, ku janë, ku mbesen ato, ka shkojnë. Allahu e din. Më së miri. Unë kam pas përmbledh shenjat e kiametit, volat të mëdha, në farpunime kam bërë, modest, dhe kam titulluar kiameti është afër. E kam folë për këto shenjat e kiametit, veçanti për të mëdhat. Që kam e thonë? Allahu na
ruaj për fitneve të cilat i paraprin shenjat më të kiametit. E ato fitne rrezikojnë dinin e njeriut, imanin e njeriut. Njeriu gëdhihet besimtar, mu'min. Sabah gëdhihet qohet besimtar, në zan terri, jo besimtar në rënfejn. Bjen mbrëmje, në zan mbrëmja, musliman besimtar, sabah qoje besimtar. Derdhe gjakut a hesap. Nuk din kush pse po vret, kanë po vret. Asë nuk din çka në hadith, ai që po vret, pse po vret, dhe asaj që po vritet, pse po vritet, nuk di kërkush. Qaq luftrat pa kuptimta, aq shumë gjak derdhet mes njerëzve. La ilaha illallah. Sa që vijin një kohë dhe njeriu kalon pranë varrezave, bukfalisht kalon pranë varret të vllaut vet, vlla po ta afërmit vet, vllaut vet, pinone pe baba, migjes, vllaut vet, ta afërmit vet, shokët vet. Dhe thot lejteni mekanik, i lakman atit vdekunit, dhe të mirën që kanë vendin tënë. Pra vjeni kohë ku nuk e kanë vetën, nuk e kanë të që ka dik, për kanë vetën që s'ka dik. Njerë nuk e kanë vetën për s'ka dik, nuk i lakman të vdekurit, pa kanë zërt ma. Shtohen gratë, pakohen burrat, që nuk kupton vritën burrat, në për luftra. Mund të jetë edhe elementi i shtimit i grave në lindje, mund të nuk ka zërë për Zotin, por afërja bën vrasja. Vrasjet e shumta, sa që një burr detyrohet 40 gra mu kujdes për to. Hadithi është 40 gra ngajnë mas një burri. Ai kujdeset për to. Është nana, hallën, tezja, vajzat e veta, motrat e veta, gratë e huaja, se s'ka kush kujdeset për to. S'ka kush kujdeset për to. La ilaha, fitne. Kështu që qasjel kohën tarme nuk e dim, por bota është në sosën. Allahu në nëzirë për dënjas me faqet bardhë. Amin. Amin. E presim telefonuesin tjetër. Selam aleikum. Aleikum selam. Kam një pyetje për hoxhën. Pa tjetër, urdhani. Dashta me pyet rreth umrës, dashta me shku në umre me këtë agjensinë e grupin, edhe me motrën e burrit. A ban me shku, është e lejume, a duhet me përcjellsh me burr ose me djalë ose me çish duhet? Me kanë përta me shku në umre? Me motrën e burrit. Aja se ka burrin, djali s'pengon me ardh, edhe me agjensinë që piqojnë, kështu grupi i grave. Grupi grave? A është e lejume me shku në umre? Mbledhen disa motra profesor, Po. dhe shkojnë bashkërisht. A jeni të shtynë në mosh jo? Po, për me 60. Dy ata? Unë 62, aja 60, motra burrit. Po qatë të dikona. Po. Tamam. Nëse jeni kalla blake sene, po, bën me shku, inshallah ta'ala. Me pas ma herëm dikën ma mirë me vete, kanë me pas, po se keni, për dërë sa jeni kalla blake, jeni të mosh, inshallah në ka dërtë. Allahu e pranë ta'ala toftë. Edhe që të pyetje pata rreth, aty në grup shkojnë ashtë edhe me burrat vetë, po nëse në hotel nuk rrim bashk. Tamam, djetë me selë, djetë ajo, po. Allah ju rujt, Po, inshallah ta'ala, me pas që vjen ai burr ma mirë, ka në ideale, sa në zvje kërkosh, bën inshallah ta'ala. Okej, pra, faleminderit shumë, natën e mirë, Allah ju rujt. Selam aleikum. kalofshit mire, inshallah umre të pranuar. Derisa ta kemi ndonjë telefonues tjetër në linjë, profesor një dëgjues pyet pse nuk po mundem me u ngrit një iman, pse s'po mundem me forcu imanin. Sepse se ki për ime. Do të me pas për ime, njëri kër e ka për ime me bo një punë, që ka bën? Kaq. Dhe përgjigjen, për velu mirë, qasë që punës. Namazë me selemetik. Me vakt me falë. Mënou, nëse i e për aty në që fa namazin shpejt, gutëve sa me kry, nga dalë se e pak. Për ja, ka dalë. Sënjeteve përmbajo. Atë sa mundësh.
Në veçanti tash pas gati dita, por është natë e gjatë. Mos e le pa fal namaz natë. Qoftë kur bish me fjetë. Para se me fjetë, vetri le në fund. Mundohu 1 faqe, 2 faqe, 3 faqe, 5 faqe, në varë sa ke takate, mundësi edhe ku, Koran me ndëgju, ose me lezu. Dhikrën e sabahut, dhikrën e akshamit, në maksimum mundohu mas me lanë. Medito, mendo, në vetën tonë, ndek, mallnin e Zotit. Dhe qka të qësh për para? Vdekin me kujtu robi për çdo ditë. Për çdo ditë. Pa kaje, ne jenë me njerë që ta humbin kohën këtë e këtë. Nëse është motër, me motra, nëse është vlla, me vllaznit të cilët ta humbin kohën. Shoqënia e keqe të shkatërron. Shkatëron për dynja dhe shkatëron për ahiret. Dhe shkatëron dynja nuk e gale fort. E që në kuptat, me falimentu robin këtë dynja, shkak i shoqënisë keqe name nuk bëhet. Por me bo me falimentu në ahiret, nuk ka këthim rapa. Përdën më ngrit. Nuk ke kohën për dalë që me bredhe rrugëve poshtë të nalti ku ta diu nëse më marë me senet kota. Do të ngritna. Shmendej, e këti vitin e kaluar, të zamë Ramazan, vesa shkaj. Gjatë Ramazanit, vitit kaluar, den Ramazan të zamë. Qa këmë ba? Rutinit të rëndëmt. Po mi këtë Ramazan, pe këti Ramazan duhet ndryshoj. Atje, ata që kanë parëna të mira, po mesatar me ka pak sadaka. E bo shprehi. Po qofte njerë me dha njaftë. Veçanti ditën e gjumas. Kështu që me ngu derse, ligjërata me ngu derse, e me meditu ato. Sepse, nuk po dhëmë 100%, por shumica atyre, bazën kanë Koran dhe në Sunet, jenë zbërthim, koment, i fjallet Allahut, i fjallet pejgamberit, sallallahu aleyhi wa sallam. Më mundu më ngrit me ngu derset të cilat janë shkëndësore. Më avancu. Të avancu shkencë, avancosh dhe një manë. Ratë Allah ka thonë, Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Frikën Allahut më së shumti e kanë ulemat. Të avancu në feje, të ngrit shkencë, të kuptu madhështin e të madhe të Allah. Dhe kështu me radhë, ka llablak elemente, ka llablak faktor, ka llablak hapa, të cilët robi dohet me ndjek për më ngritë. Dhe subhanallah, insani ndjen vetën e vetë, ndjen vetën e vetë se është më mirë se sa që ka qenë, apo është më keq se sa që ka qenë. Dhe të kërkon ndihmë dhe për tjerëve. Nëse vetë është të nefsin e ka të dëpt, shejtani ka të fort. Për shembull ka problem dhe kështu që në sabah, kërkon ndihmë për vllatë, për motrës, për shokut, për shotës, për babës, për nanës, për thonë mos për ta. Sadak, tërëm sabah. Dhe mos manal deri të qona, edhe me thonë po qova. Me rëpë kur të këshin dërës dikon, kërkën dim për tjerëve. Ose këta shë për me anë kemo të rapunën e omrës. Sa të përcën omrëja, sa të angrit imanin. Me 1.200-300 sa bëhet me shku në varë për agjensive, që të shumë parash, se cila familje, minimumi besoj, e hargjën verës në për
harame. Për harame shumica ty një krejt. Ndërsa ti më shku me knat shpirtin, vendin e shejt. Mira Allahut në sejdë aty ku i ka ra pejgamberi Zotit. Me pa me preka qabe, me pa me sytë të tu, që ka ndërtu Ibrahimi a.s. La ilaha illallah, para rrëth 4500 viteve. E qatë vend, e Ademit a.s. të gjithë pejgamberët e Zotit kanë shkel. E me shkut ti, pejka tonit tanë, pilloqit tanë, e therrave tu. Ta mundësu Zotë më që më shkon atë vend atje. Thonë o Zotë jam, unë nuk kam meritu këtë mirë që ti më bane mu dhe më sjellë këtë vend. Por unë du ty. E nashta dashnia më dajteje më fruni këtu. E ti shumë ka odhëzu, ti shumë ka drejtu. Ti shumë mundëso marë këtë vend, Zotë jam në ngritë më lartë. Bënëm për atyne që dojnë ty. Ma shumë se çdo kënd. Dhe dojnë ata që dojnë ty. Dhe dojnë punën e harit që ma afron të ti. Kjo shumë e rëndësi, me dashtë Allahun. Me dashtë atë që e dënë Allahu. Me dashtë atë që e dënë Allahun. Në dashtë punën që të afron të Allahu. Me urrejt punën që largën për Allahut. Me rrejt. Dhe të me rrejt punën e keqe. Sepse rrejnë Allahu. Sepse të largën për Allah. Për ata ne muslimant, alkoholin, mishin e derrit, tas të ngordhura, sene që ka bëjë Zoti haram, ne e në dhonë miliona pare, ne nuk e bojna. Nga se dashni që kena për hatër të Zotit, nuk e matu me kur që. E urrejmë një sen që e urrejnë Allahu, anë pëse Zotë ka kriju. Të bareke vë ta'ala. Allah në përsoft imanin, ja Rabbi. E presim telefonatën tjetër. Selam aleikum. Aleikum selam. Mirë se erdhët, urdhëni. Mirë se ju gjetëm. Ju përshëndes, faleminderit për emisionin. Edhe ne ju përshëndesim gjithashtu. Po ta pyetje për Hoxhën. Po. Kështu, unë da më herët kom pasur 3 infrakte vogla në kry. Po para infraktit e kom ditë në gjuzin ame A bën edhe një herë me përsërit lutna? Trisërëm duket, po. Para se me pasur 3 infraktet vogla në kry. E qartë. Sërme, po. Edhe atëherë i kom ditë në gjuzin ame shumëtën e tyne. Po mbas infrakteve të vogla më kanë hupën shumë doa. Kisha pasur në pyetje për Hoxhën, nëse e hapim Kur'anin edhe gjatë sunetit i përsëriti apet ato a bën kështu. E qartë. Tamam. Edhe pyetjen tjetër. Në shtëpinë teme ku unë kthena ka kibla e shoh hijen teme, a është e lejuar kjo apo jo? Qysh e shehjen tonë? Për shoh hijen, kur mbjen drita struja, kur të mbjen muka ku kthena ka kibla. Edhe tash ku kthena ka kibla unë e shoh hijen teme. Tamam. Është e lejuar kjo, a duhet më ndru vend? Tamam. E qartë. Edhe e kisha pas një propozim për motrën që për na i tregoni do emisione me motra tjera, ndryshme emisione. Që shkishi pas mundësi me bonë një program me pas mundësi me thirë edhe na kur jemi qëto emisionet me motra tona, kur ju për një pyetje për disa sende. E kemi fillu një emision tajteve prej orës 8, ku mundeni me Po, thirë. për orës 8 në mramja në mëngjes. 8 mbrëmje. Faleminderit, Allah ju shpërbleft. Amen. Amin, inshallah. Selam Faleminderit aleikum. shumë. Aleikum Aleikum selam. selam wa rahmatullah. Allahu të rujtë. Elhamdulillah që ti je mirë. Elhamdulillah për Allah që je këthjellët. Elhamdulillah që nuk ka shkaktu dëm më shumë.
Sepse ke mujt me humb të folurit, ke mujt me humb vetdijen krejt, ke mujt tru është botë në vete truni. Truni është një botë në vete. Që kush në dynjat, kush në dynjat, që të thot di për të diçka, ai diçka mundin, pa ai diçka i bje shumë, pak, ma pak se pak. I bje kur gjëheq. I bje kur gjëheq. Sen dë zotit, krahazimet vërtetën, shkenca nuk di për trurin. Apo thuj ma bot ma ndryshe, ata që di shkenca për trurin, është një pik ujë ndeti. Kaq. La ilahe illallah që ka fali madhës. La ilahe illallah që ka dhanë Allahu që ka pajis këtë njeri. Njeri është këtu në këtë vend, arrin me mendu, njëjtën kohë, s'ka e tjetër të botës atje. Arrin me bë planet atje, për ushtrin e vetë atje, për flotën e vetë, për biznesin e vetë, për ata për këtë në fund të dynjas. Dhe prap këtheto dhe prap shkan atje, nuk i do të asë një sekund, as nuk i do të asë një gjysëm sekundi. Njeriut. Ka herë ke njeriut, gjithë ke fuqie fort, e të menduarit, të menagjuarit, planifikuarit, konceptuarit, ka herë kjo. Kjo për i tronit, rëna në tru dhe ratë për i zotit. Po ai që ka kriju tronin, subhanahu wa ta'ala. Nëse kjo është pjesë meditimi, për t'ja kujtuar vetë vetës dhe të tjerëve, madhështinë të madhe të Zotit. Dhe sa Allahu, kër e thëtë robit në Koran, wa fi anfusikum, afala tubsirun, dhe në vetë vetën tuaj, kini argumente sa të dëni, a nuk nalini me mendu e me shiku, a nuk i sheni, a nuk i sheni, a nuk i sheni gjymtyrë të jashtme. Shikoj. Shikoj këta gishta. La ilaha illallah. Edhe analizoj me detaj çdo pjesë të në gishta, dhe i të thajt. Çdo san me në tu. E madhësinë e tyne, e rënditjen e tyne, forcën e tyne, funksionin e tyne. Deri tek vijat e gishtave. Bela qadirin ala an nusawia banane thën këtyne. Allah i madhruar thot në surat al-Qiyama, në ditën e Kiametit, do të rinjallëmi njeriu. Ashtë kompletuar, pra asgjë nuk na ik neve, nëpse ai kalbet, sa që edhe vijat e gishtave. Që këtë dynja ka në efekt shumë të madhë që cëllë njeri ka veç e veç, na me në gjallë, na me a këthy që ka pasë. Bela qadirina, gjithës e jena të fëqeshëm, ala an nusawje banane. Mjau, rikëthy edhe njëherë gishtat. Vijat e gishtat. E që në myrin direkt e pa Allahu, këtyne që kanë men, shkencës, se këta gishta e pas ka një specifik të veçant. Edhe e vërtet e kanë të veçant. Për ata shumë si pas shkencës, në 1 milion, në 10 milion, është vështirë me gjithë dë njerëz që kanë gishtat njëjtë. Dhe sa dal nga dal, dhënia gishta, vijat e gishtave e janë argumenti më i fort e identitetit të një njeriu. Me një parasem plastik e zhënën hunën, i fryn bust,
e shkurton hunën, edhe që të vetën pasaport, dhe deri dikon, ndryshove identitetin tënd. Por gishtat nuk mund është me ndryshu. Do të më shtin zjarm krejt, për mi djeg mi borrafsh, nuk mund është. Pastaj më fakti që i ke sos të tanë ke bëjt e vrenë, pse ke ndërhyn to, e bë vetën të lashe, kur ta lip gishtin në dha. Ajo është Zot. O, ju njerëz. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ndër viteme keq kum ditë kiameti kthehom ku me ata. Po dhe se ty bendi ku me të mësana që atje korreq që. Dëgjuesja tha që ka pas disa infarkte të vogla të trurit edhe i ka harruar. Tash a lejohet namaz? Kështu që motor çatë. Kështu që motor, ty Allah të ka shpëtuar elhamdulillah. E ti fal namaz, adhuron Zotin, lezaj. Njeri ju ka mundësi komplet Koranin, me një sëlm të ruhe harran krejt. Ane kë nuk ka fajtor, Allah ja ka qu, dhe ka harru. Allah me dishti mërmet krejt. Krejti mërmet, ka njërë që në gjeni, evliat Allahut. Por Allah dhe në mispërvu në fund, dhe jashtë qënë sklerozën, harresën, dënë Allah më spërvu ate, edhe të tjerë që janë. Për të s'ka kusur, kaleme më nuk shkruan, nërsa për të tjerë të spërvu, i qënë Zoti. Qka së qënë i madhe Zotë, qka arpe Zotit mirë se artë. Ka dëgjuesi edhe një pyetje tjetër, ta kur falem në shtëpi, na i herë më del hija. S'ka dërë të punë, sen, s'ka punë hija, s'ka të keqja kur gjo. S'pengane, azo, hija del, dritat, në tonë këta reflektoja, ndej, s'ka dërë, azo. Po. Të dashur shikues, shkojmë në një blok të shkurt marketingut për të rikthyer prapë në studio. Selam aleikum të dashur shikues, u rikthyem prapë në studion e emisionit Ta njohim të vërtetën, ku jemi bashkë me të nderuarin profesor Dr. Shevqet Krasniqi. Emisioni është drejt për drejt. Ju mund të bëni pyetje në 046 22 0022. Emisionin mund ta ndiqni edhe nga të gjitha rrjetet sociale të profesorit të nderuar Dr. Shevqet Krasniqi në Facebook, në kanalin e YouTube-s, gjithashtu edhe në TikTok. Teknika, nëse kemi ndonjë telefonues e presim. Selam aleikum. Aleikum selam, mirë se erdhët. Po, deshta me bo një pyetje për hoxhën. Po, pyetja është një hoxh këto që për mësyshe është e ku nuk kesin punë ose diçka shkojmë autën të aj, edhe masanaj ku shkojnë atë aj, aje bën do farë uj edhe i knën një letër është në ujë. Po do po thunë që është haram me shkue, për me shku që ashtë, kur të pen që ata ujtë, ta qëtë në shishe 2 litra, ama nuk e di, nuk lenë më afrumë për shamë me shku me këshur, që po për në ujë, se disha nuk lenë me shku me këshur. Po ta përën që ata ujë, edhe dhe t'i sholabin, ka lenë qështë, edhe pen që ata ujë, po do po thunë që është haram me shku autën të me shku me përdur që ata e sana, e desha fesh me ditë për mes hoxhës është haram ose jo. A falet e djallë që e hoxha, a falet? Po. A është të mam dikonaj? Ajo, është, po për momentin e ka njek se ka mur 6 groj, ka mur, e ka njek, u kon edhe me leq në për gjykatën e për sa. Vetë 6 i pas ka pasa, mirë ka konë puna ti. Po 6 i ka mur ta në për mes gjykate, për mes këtu mangat nuk e di pas. 6 groj ka 6 i ka aja? Po. 6 i ka për hera? Po. Ja se besej që i ka 6. Nëse i ka 6, zbën me shku me fryte aja. Si ka 6, ja. Jo, huqën e një oftën edhe e dija dhe që i ka. Jo, s'pa thëm ty për ranës, ta këfër Allah, më falë, po... Jo, pedi. Po, dy. Veç, me ndum që i ka pas 6 krejt, 4 i ka, 2 i ka nda. Po, nështë 4 i ka pas, e këse, dyqysh ashtu një hjekë, gjeshtu një, amok 6. Nejse. Faleminderit. Apo me dita, i të një ashtë mrana jo. Ku jetë i të në po kujtë, kësjo, tamam.
Faleminderit shumë, bashkë kisha bën një intervistë me atë vazhdimtnin ai herë më na ardhërani. Që ka gjashtë gra. Më na i lën kontaktin që aty në telefon edhe i kishim bë do klikime të forta. Faleminderit për telefonatën, na falni, gjithë mira. Nuk ka bën kësot dikush që ka gjashtë gra. Po është e pamundur me ik mediave. Po des. Ky detaj se Kuku që janë gjashtë gra. Pikë parë është haram. Dhe hoxha nuk e bën këto. Hoxha nuk e bën. Se bën hoxha. Hoxha që ka shkollë, një fe, nuk e bën. Nuk e bën. Edhe po t'jetë e mundur, në praktikisht nëse është e mundur, hoxha nuk e bën, sepse është haram. Me fe është haram. Në islam nuk lejohet. E pastaj nëse bën dikush të tillë, atëherë s'ki qa shkon taj. As më fal, as me fry. Ndërsa nëse hoxha thjesht falet namaz, unë mërtë ka që pyta falet hoxha, por se me thot duke falet hoxha i bjen kje punë, që këmë thonë, si me thonë muslimana bjen shahadet. Nëse bjen shahadet, aj, së fajdarin kënena që ka banaj, musliman. Që me ka e muslima për shahadet. Se ka për e punë. Por, unë pa të arsye kur pyta, sepse në emën të hoxhës, apo epitetin, titullin e hoxhë, njerëzit e marrin pasit e shkollë. Thët veti hoxhë, e thët dikujna thëmë hoxhë, e pak unë dikën me thonë hoxhë, për me fitu autoritet emën, me fitu pasaj besim të njerëzit. Sepse nëse thu njerëzit, unë jem magjistar, unë jem seherbaz, unë jem falgjor, njerëzit nuk vinë. Nuk shkojnë njerëzit. Por edhe faltort, magjistart, ta qesë që shkrinë plumë, ata në kafe, këta diune, këtë e thënë veti haqenica e haqëllar. Ta është njëve interesant, a falte, o burë mas pare, a musliman. Ty bëthat që musliman nuk e di, a fal namaz. Namaz është peshoja që e matë, a falet taj. Nëse s'falet, ose nuk e di, më së mërë me ta. Nëse fal namazë, tani edhe është imam dikon, nuk ka mundësi me qeni mamaj pa qeni dëshmun. Imam së në hen të lëfarë njeri ju. Së në Kosovë, ja. Nuk mëret me hinë Kosovë në tonë, imam të lëfarë njeri ju, së më në hen. Na që kanë zemë nuk e dim, por për pas dhe letra, dhe shkolle, i dëshmun të njerëzit e nuk më në hen. Imam. Andaj nëse është imam dikon dhe ka shkollë dhe dëshmojnë të tjerë se filani është një hoxhi vogël, që ofte më në falë taravicë këtë në herë mëtë që ka vëna përodet e tjerë, por i kam mësu dikush me fry, me kënu dësurat e senet dhe ujme rifryn, në regullë e ke punë, s'ka dërtë koqë. Kjo është në regullë. Po. Besim telefonatën tjetër, selam aleikum. Aleikum selam. Me Ibrahima, da është një pyetje për hoxhën. Jam një motër muslimane. Po. Jam mlu që 2 vjetë. Burri si vjetë të shku haxhi. Edhe te kam një problem shumë të madh me ta. Po. Beso që kam djalin 43 vjetë. Ma dvoglin e kam 32 vjetë. Edhe kë një motrës, një nusës vllavit tem, vllavit asaj, nusës vllavit, i ka dek nusja e vllavit. E prej atëherë, unë po kam problem me shku, edhe i baj ben zot burrit, që nuk rrenaj aty kur që këmë në bijat. Ky prap nuk më le me shku. Ku nuk le me shku? Ku? Te vllavit, se i ka dek nusës vllavit, i ka dek gruja vllavit, vllavit ka me dvejat. E në jera i vjen të më të favet, po kur tjena në bijat kur, i ku më bo ben zot, po prap nuk më le. E pëse s'le me shku të vlau ty kjo? Pëse s'le me shku të vlau? Mos më taku me mikun e vllaut. Dhe sot vjen ai miku, ai nuk vjen kur tjena në bijat, i baj ben zot, o të shku haxhi. Edhe nuk po mu ju e kur qysh me paramendu, qysh me shku të vlavin kur i baj ben zot.
Qaj nuk rrime neve kur, nuk vjen. Veç që ta do është ta me ti, a është e drejta sër. Po qa ka të bëj miku i vllaut të vllau të motër të vllaut? Qa ka të bëj ai? Po që shtu i krajini vezvese që unë 44 veti bajnë si vetë me tamë. Kur një pikë të keqe që kum pas. O të shku haxhi, Që sa i ka hi ka falë menje keq ati, që sa i ka hi në kry? Pikur i ka dhe gruja ati. Që i ka hi që një 2 vjetë, da ka dek një qikë 22 vjetë e 8 muj, edhe o të shku haxhi në këtë bajram, mua nuk më lemu bo bashkë me motët, s'kish ka lypë, vena njeri aty, u i baj bëjnë zotë që kur t'jena na i zven, nuk beson. E njëra aty i bie miku i vllaut. Po. Po, ajo që tërkon, po kësa të ven aty, u i baj bëjnë zotë që nuk ven me bjarë. A ki burën që aty, apo mënina i? Po bëtnin. Apo mënina? Jo, në nuk baj pa ishtë ati kur gjonë. Ama o trujt zotit i arabi, o bo. Amen, i Ka shoha. që ka me një që ta shka. Që ta shka me pas që ka me një. Allah e ty dash të trujt. Pese o që ke trupi të më dritë. Tamam, po. Shumë jam siklet. Nga në të neve, me Zoti gjithë burët trujt e tonë në pënderoft, flash tash. falimderit që ndave me neve. Ndijit. Selam aleikum. Allah e trujt e dasht, e të forcoft ty, e burën tënë, e tonë familjen tënë, për tonë neve në forcoft të ndinë. Burët tënë, inshallah shto në një, e të tutët zotit aj, haxhi para prakesht. E të tutët madhet Allah. E tutët zotit. Nuk nalet gruja prej vllaut. Nuk nalet gruja prej motrave. E këne ka gruja më të ngatë sa vllaun e motrat. Ana ka ardhru Allahu me rujt lidhen për e fisnore. Po, ana ka bo haram Allahu me shkput lidhen për e fisnore. E harameve të më dha. Po, e qysh të haxhi pasko namaz. Më shtin mu, ke bi më leqit me vlla e me motra. E tu të e zotit. Qka ka lidhje miku i shpis atje? Të më shme thot 2 fjallë. Me bo më tek ati në me ardhë, me tek ati me ardhë, qef nuk kam. Me dijetem. Ti pa dijetem nuk di qka bën. Unë, halal nuk të bëj, me dalë që ati njerit. Pse së më do këtë borri mirë, pse së më do këtë njeri maral shumë, pse ja kom i nati, e tjerë. Mundet me pas i nati? Mundet me kona i borri keq? Mundet me kona borri keq? Qaj me bo më ardhë. Me njën e që kanë, e te dali ke folë, mu vje shumë mërzi. Ta dish. Dhe kjo i bën be që nuk i dalë edhe zvjenaj, që ka me lipë marrë me shkuaj atje. Pastaj nëse vjenaj të motra veta, të miku veta, din miku vetë që edhe rrën që të dikon 5 minuta 10-15. Edhe ndodh, ku t'ju ndoshta 10 vjeta, 5 vjeta, më zatet. Gjëna është me shkutin haqë, e me këtu këtë bindje tane, e këtë gjelezi që ki. Gruja 60 e sa vjet i ka. Nga të 70. Perunti se të plakën 70 vjet perunti. Gjelezia e smut. E smut. Nuk kanë regull këtë, të t'ju Zotit, të t'ja Allahut. Bëllë ki nga rkesat tua, bëllë ki gjënahet tua, bëllë ki kusuret tua. Mësi mërë dhe kusuret e grus, tanë as kërkujnë, as së të vynë, ki bëllë tuat. Gruja të vetë, nuk bën kur që pa të vetë. Tërsen, qka i kërkot pe i sajna? O bo plak, o bo gjyshe, nuk shkan të vlau pa të vetë. Qka ka behane kjo? Kjo gru. Qytet me kanë gruja nrysh me kanë me mirë se sa kjo. A ka hak ndaj motrës, a ka hak ndaj vllaut, a mërë malli për motrë, a mërë vlla për malli për vlla, për bia, me nejtëm. Të që Zotit. Të që Allah të në rokit mendi për i zetë Zotit. E mëse nalë grunë me shku, gruja është e vedishme,
e meqme, o la ilaha illallah, e vetëdijshme është, e ka dinin, e ka imanin, ka metën kryja ajo, nuk ka tranu me shku me nejt, me borat huja atje ku ta dione të që Zotit. Allahu të zoft të drejtoft, haqën të aletësot të ta prënoft, ja Rabbi, inshallah ndryshan të përsmir, ja Rabbi. Po. Profesor, një dëgjues pyet thot, çka është El Kantara? El Kantara to. Ka në hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se banorët e xhenetit apo xhenetlit kur ta kalojnë orën e seratit e kryjnë llogarin ditën e gjykimit, vije ora e seratit, e kalojnë orën e seratit, vije një vend i quajtur Kantara bejn el xheneti wan nar, mes xhenetit dhe xhenemit. Tani, se çka është për qëllim me këtë kantare me zeni xhenemit, a është një vend, a është orë, kur të bjë thëtë është orë. Ele ajni, thëtë është një vend, me zeni të xhenemit, një pikë qëndrimi, ku krejt xhenetlit mblidhen atë para se me hinë xhenet. Dikush thas Ibn Hajeri, ja bën ngat me kanë fundi i orës së seratit. Fundi i orës së seratit. Krejt milione xhenetli. Pre Ademit, deri te i funit. Çka janë ka lind këtë dynja dhe që në xhenetli, kanë më të buqat. Pse të bëhen atë tash? Aty të bëhen blidhe njerëzit për me dhanë edhe një llogari tjetër. Pa nuk është kry llogaria më herët para siratit. Po është kry, e vërtet është. Njerëzit, ditën e kiametit, ditë e kiametit është krejt e asaj bote që ka të beperi në gjalljes. Njerëzit, ditën e kiametit, në një vend të quajtur mahshar, vend të bim, mblidhen prej Ademit a.s. njeriu të parë deri te njeriu i fundit që lind këtë dynja. Musliman e jo musliman. Krejt njerëzit ka me dalë para Zotit. Dhe rreth atij vendi sillet xhehenami dhe rrethon atë tokë. Dhe njerëzit e shohin xhehenamin dhe kap të mirë. Gradualisht vije koha me fillo llogari dhënia. Deri tek matja e veprave, peshoja e veprave. E pastaj, ata që janë për xhehenem tërhiqen zhagazin xhehenem. Ata që janë monafika u shkojnë për mas muslimanëve deri afër orës së seratit për tani kthehen. Detyrohen më kthy, nuk mundsohet me shku më afër me hip në serat. Dhe tërhiqen zhagazin xhehenem. Kështu që mi serat, xhehenemlit shkon xhehenem. Muslimant janë të kalu seratin. Serati është ora mbi xhehenem, sepse thamë rreth. Që asaj toke ku janë njerëzit, është e rrethuar me xhehenem. Xheneti për tej. Nuk mund kalesh për tej, pa kalu atë serat, atë orë, e cila është me hollë se qimja flokit. Dhe njerëzat kalojnë atë orë, që ka në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se mbas ameleve të tyre. Ka njëri që kalon si vetima, ka dikush që kalon sikur një kalor, si kalar, si shpejt, dikush sikur me vrapu, dikush sikur se me hec, dikush që kalon të ra, të qu, dhe dikant, dikush kalon zhag, dhe dikant ngrehin me lachet, në dy ante e urës, janë me lachet me dëfar karrema që ngrehin poshtë njerëzit. Ata të cilët kanë me hynë xhehenem për një kohë caktuar.
E kalojnë siratin krejt, pejgamberi rën të ura, e siratin kryetores. Ato rënaj. Dej të kalojnë mjeti vetë krejt. E thot, Allahumma sallim, Allahumma sallim, Allahumma sallim, Allahumma sallim. O Zot, shpëto me mjetin tim, shpëto me mjetin tim. Një pjesë e madhe, shumë madhe njerëzve pe urës bin poshtë. Bin gjena. Sa të dush njerëz. Ata që Allah dënë me dënu, të bareke vë talë, ama jenë musliman, me që ndru sa dënë zotin gjenem, e dikur me dalë. Ta shta që dalin për siratit, këta shpëtun për gjenemi. Ta shpëtun. Ama, lëgarin e madhe kryten, por ka me një lëgari e vogël. E që ajo lëgari është mes muslimanve, dërsa këtu ka qene për gjithshme ka, atje për te siratit, në këtë vend kantare, pa mërë se është fundi urës, është një urë tjetër, është një vendit saktuar, jo me urë, por vendit saktuar, që quhet kantare, më rëndësi pas gjehenamit, para gjenetit, e që bje mes gjehenamit dhe mes gjenetit, muslimant do të më qiru me zveti. Se për shambull, gruja ka folë burët një fjallë, burë i grus, vlaut, këjshia, ndaj këndej, kanë bërë të farë zëllu me dvogla me zveti. I bojnë në ka pak, nuk jena shumë burat mirë, e shumë gratë mira, ka nërë dhe në shkretojmë ka pak. Po Allahu nuk dhe më nashtin gjehenam për që ato. Se është më shirë shumë, në imbulon. Kur dalën për te ure, thë të rëtëmi naluni. Sepse jo halakin në zemrat e juaja, diçka o rejtje ke që dashën dhe filan të filanit. Nuk të vjen mirë me pa filanit. Pse? Të ka shah. Pse të kanë zaudhën këtë dynja. Andaj do të me bo halal. Do të me pasru edhe një herë. Pra është një farë llogarie e dytë, mes arabëve, mes xhenetlive. Kryet kjo në mënyrë që kur t'hin pastaj fillojnë hapën dyert e xhenetit dhe fillojnë me fut në xhenet, i pari pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, pastaj pejgamber të tjerë kështu me radhë. Në mënyrë që kur futen njerëzit në xhenem, stakfirullah në xhenet, mos të kenë asnjë urrëtie. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala surar mutaqabilin. Dhe u anëzirëm për zemrave të tyre çdo grim të thërmi, sasi të urrëties, keqadashjes, të zilis, të hasetit ndaj tjetrit. Nuk bën me hin xhenet të ja dosh të keqen dikuj apo të pas ndonjë keqadashje apo jo një gjësit mirë ndaj kujt do të qoftë. Ja, nuk pranon xhenet. Xheneti pranon veç kur zemra është e pastërt. Nuk kanë të urrëtie as keqadashje ndaj asnjë njeriu të këtë dynja. Kjo është kantare. Allahu na mundsoft me hin xhenet. E me shpëtu pe xhehenamit, ja Rabbel Alamin, o Zoti, Allahumma amin. Profesori, kemi veç edhe 3 minuta ko, po e kemi një telefonues që është u prit, kështu që për pres, mos me lanë me se po ndjemi keq. Përshëndetje, mirë se erdhët. Selam aleikum. Aleikum selam. I kam dy pyetje për hoxhën, po i them shpejt masi. Zgjedhën janën, cila është më e rëndësishme se jemi në fund të emisionit. Okej. Burri ka pas një operacion, ka pas varr rrjedhse, i ka kullu domethënë non stop, edhe para çdo namazi ka marr abdes, e ka përsëri domethënë. Tash varra nuk po i kullon, edhe çysh me vepru, a me rujt abdesin, a me marr abdes sa pet çashtu? E qartë. Domethënë para çdo namazi. Kjo ke pyetja. Allah është përbleft. Alhamdulillah që burri ka bo ma mirë, por një përmirësim i vogël, jo para çdo namazi. Nëse para namazit, po kam fjallën, jo para çdo kohë namazit. Para namazit po, ama pasit në kohë namazit. Besej që këtë veprojmë për mja kujtu. Pasit në kohë namazit. Robi, njeriu i cili ka elemente që e prish abdestin, me sekrecione, me gjakderdhje, me kelp që dele për varra, me ata që kanë kësi farë katet që edhe këtë nësë me majnë po pra e të tjerë, krejt këta dohet me marrë abdes pase të në kohë namazit. Falën që mbranë saj kohë, sa të donë që ka donë, kalej koha për ish abdesi. Dhe kër kalën koha tjetër, do të marrë abdes tjetër. Besej që njëtën e ka vepru, por për me së qaru, nëse se kanë kuptu mirë. Tashma që ka nalë varë, nuk pikan gjak,
ka të drejtë me majtë abdesin që ata nuk ka nëmi përsërit. Me sot abdes, fal namaz. 2-3 sot mundet. Pas një problem. Allah e shëroft shërën plot, ja Rabbi. Amin. Inshallah, profesor, jemi në fund të emisionit, unë të falenderoj shumë për kohën. Gjithashtu i falenderoj të gjithë shikuesit që ishin bashkë me neve. Inshallah do takohemi prapë të martën tjetër. Zoti ju rujt, ju pas amanet, mirëmbëjtje, selam aleikum.